Eliona ulet pranë banorëve në obor, duke mbajtur një filxhan çaji në duar. Ajo duke je menduar, me sytë poshtë, sikur diçka po I rëndonte prej kohësh. Banorët e vunë re që ajo ishte më e heshtur se zakonisht dhe e pyetën nëse ishte mirë. Pas pak sekondash hezitimi, Eliona vendosi të hapet. Ajo nisi të fliste me një zë të ulët, por të sinqert, duke thënë se prej një kohe të gjatë nuk kishte më besim tek dashuria. Unë s'besoj më, tha ajo, duke parë drejt tokës. E kam pësuar një herë shumë keq. Dhe që nga ai moment, për mua dashuria është bërë një gjë që nuk ekziston më. Banorët e dëgjonin me vëmendje, pa e ndërprerë, ndërsa Eliona vazhdoi të tregojë se sa e ka lënduar dikur një marrëdhënie që ajo kishte menduar se do zgjaste. Ajo rrëfeu se kishte dhënë shumë, më shumë se ç'duhej, dhe në fund kishte mbetur vetëm me zhgënjim. Kur ke besuar shumë te dikush dhe pastaj çdo gjë të kthehet mbrapsht, është si të shkelet zemra nën këmbë, tha ajo, duke pshërtirë. Që atëherë, sa herë që dikush më afrohet ose më tregon pëlqim, unë tërhiqem. Nuk dua të lëndohem përsëri. Një prej banorëve I tha se ajo ende është e re dhe që jeta sjell surpriza, por Eliona tunte kokën, sikur nuk donte të dëgjonte më asgjë rreth dashurisë. Jo, vërtet nuk besoj. Për mua dashuria është bërë thjesht një fjalë. Unë nuk jam më ajo vajza që mendonte se të gjitha përfundonin me një fund të lumtur. Disa banorë u munduan ta ngushëllonin, duke I thënë se e kuptojnë pse ndihet ashtu dhe se ndoshta me kohën ajo mund të ndryshojë mendim, por Eliona duke je bindur në ndjenjat e saj. Ajo tha se për momentin dëshiron të fokusohet tek vetja dhe të mos ketë më pritshmëri që mund ta lëndojnë sërish. Atmosfera u bë më e qetë dhe banorët e respektuan hapjen e saj, duke e parë Elionën me më shumë mirëkuptim, teksa ajo mbylli bisedën duke thënë, ndoshta dikur, shumë më vonë. Por tani për tani, për mua dashuria thjesht nuk ekziston.